Më 18 mars, në një nga sallat më prestigjioze të Akademisë Britanike, mirëpriti një event të rëndësishëm kulturor dhe historik, kushtuar Botërindit. Aktiviteti organizuar në kujdesin e ambasadorit Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar, shkëlqësisë së tij zotit Uran Ferizi, në bashkëpunim me ambasadorët e administratorët e besuar të fondacionit Botërindi Rothschild Foundation dhe Limbury Trust. Në këtë ngjarje morën pjesë të Ministri për Kulturën dhe Punën e Jashtme zoti Igliasani. Fjalën përshëndetse mbajti ambasadori Uran Ferizi, i cili nënshkroi rëndësinë e këtij projekti për Botërindin dhe cilësoi atë si një qendër strategjike për zhvillimin turistik të Shqipërisë. Ai ftoi përfaqësuesit e administratorëve të besuar të investimit mbi Botërindin për ndar vizionin e tyre mbi të ardhmen e kësaj pasurie historike, themeluar 30 vjet më parë nga Lord Rothschild dhe Lord Sainsbury, me mbështetjen e figurave vizionare si David Packard. Fondacioni Botërind ka luajtur një rol kyç në ruajtjen e promovimin e kësaj trashëgimie të pasur kulturore. Ambasadori Ferizi shprehu mirënjohjen për përkushtjen e familjeve Rothschild dhe Sainsbury dhe falenderoi qeverinë shqiptare për mbështetjen e vazhdueshme të realizimit të këtij projekti. Pjesëmarrës të veçantë në këtë event ishin familjet e zotit Lord Sainsbury, Mark dhe Sara, si dhe niprit e Lordit Rothschild, të cilët u vlerësuan për kontributin e tyre të shmorë. Një tjetër zë e rëndësishëm ishte takimi edhe ambasadorë Shqipërisë në UNESCO, zonja Besiana Kazare, e cila theksoi vlerën e Botërindit si një pasuri botërore e mbrojtur nga UNESCO. Një event mori pjesë të ambasadorë Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar, shkëlqësia e tij Ilir Kapiti, si dhe personalitete të njohura britanike, përfshirë historianin e shquar Sir Noel Malcolm, diplomatin Stephen Nash dhe CMG dhe ambasadorin Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri Alastair King Smith. Një moment i veçantë i mbrëmjes ishte interpretimi i violinisës së talentuar Alda Dizdari, e cila ndau me publikun një histori prekse mbi lidhjen e babait të saj dhe kompozitorit të njohur Limos Distare me amfiteatrin e Botërindit. Ky event shënoi një moment të rëndësishëm për historinë e investimeve dhe për kujdeses për Botërindin, një qytet që ka ruajtur gjurmët e kulturave të mëdha greke, romake, bizantine, otomane. Përmes këtij projekti ambicioz, Botërindi do të vazhdojë të mbetet një burim frymëzimi për brezat e arshëm dhe një destinacion ky në hartën kulturore botërore.